Përmes një deklarate për media, banorët e fshatit Baksriol në Velipoj kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit, nëse nuk marrin zgjidhje për problemet e pronësisë në Riol. Kërkojmë që të zgjidhet menjëherë çështja e pronësisë në fshatin Baksriol, sipas dokumentacionit që ne disponojmë. Vërtetim pronësie vitit 1995 dhe 1996, ku vërteton se në rallorin e pronësisë numër 280, datë 7/9/1935, të 13 fiset e fshatit Baksriol janë pronar të një prone që është e kufizuar sipas dokumentit të pronësisë. I kërkojmë qeverisë shqiptare që të vijë menjëherë dhe të na tregojë se sa persona kanë marrë leje për të ndërtuar në pronën tonë në fshatin Riol. Banorët e Riolit kanë kërkuar me urgjencë që një përfaqësues lokal ose qendror i qeverisë të takohet dhe të japë zgjidhje për problematikën e tyre, në të kundërt do bojkotojnë procesin zgjedhor. Ky komunikim është dërguar një herësh ambasadave, por edhe kryeministrit Edi Rama. Më herët ka pasur reagime të forta të banorëve, të cilët madje janë përplasur edhe me forcat e policisë për pengimin e punimeve që kanë nisur në zonën e plazhit në fshatin Riol.